Betejat verbale partijake dhe akuzat për atë se kush e bllokon rrugën evropiane dhe kush tregton me çështjet kombëtare vazhdojnë. Kryetari LSDM-s Venko Filipçe doli me akuzën se pushteti me vetëdije e shtyen shtetin drejt izolimit për të mbrojtur bandën kriminale dhe për të bllokuar rrugën evropiane të shtetit. Македонскиот национален идентитет не го загрозуваат малцинствата во уставот. Македонскиот национален идентитет го загрозуваат криминалот и корупцијата. Христијан Мицковски и неговата криминална група ВМРО мора да разберат дека граѓаните многу јасно гледаат што тие прават. Намерно сакаат да изолираат земјава од Европа за да сочуваат својата криминална банда на власт. VMRO DPMN nga ana e saj doli me kundërakuza, duke thënë se Filipçe ndjek hapat e Zaevit dhe është gati të plotësoj kërkesat bullgare në dëm të Maqedonisë. Кога е потребна јасна осуда и цврст став во одбраната на македонските интереси, Венко Филипче избра спротивен пат. Филипче и СДС го избра антидржавниот, односно бугарски пат. Наместо да застанат на страната на Македонија, тие испраќаат јасна порака дека доколку дојдат на власт, би ги спровеле уставните измени и би прифатиле политики кои се во согласност со барањата на Бугарија. Gjykime dhe kritika ndaj njëri tjetrit shkëmbyen dje edhe kryeministri Mickovski dhe Filipçe në shënimin solem të 9 majit, ditës së fitores mbi fashizmin dhe ditës së Evropës. Tregtim me identitetin nuk do të bëj kurrë, deklaroi Mickovski, duke bërë thirrje për bashkim. Filipçe nga ana e tij akuzoi se vendi është kthyer në Venezuelën e Ballkanit, duke thënë se gjithçka që thot kryeministri është vetëm pretekst dhe se duhet të bëhen ndryshimet kushtetuese.